një këshill për krejt prindërit që ndalojnë shamin vajzave. Allah na përmirësoft nga kjo situatë, lutja Allahun që prind mos ketë të cilët bëhen këso zemërzimi po e quaj. Të gjithë ju prindërit që vajzat e juaja po e qesin shamin, tutje në Allahut azza wa jall. Keni frikë Zotin, dine se keni me dalë para Allahut, dine se keni me hyrë në varr, vetëm pas kanë veç ju edhe Zoti juaj. Prandaj kujdes me vajzat e juaja. Përkundrazi ju duhet jeni krenar me vajzat të cilat dojnë me u identifiku si besimtare që e kanë frikë Allahun, që ruajnë moralin e tyre më shumë se sa të tjerat, që dojnë me u identifiku me fenë e tyre, në mbështetim ndaj Zotit. E drejtë çdo vajzë është me qit shamin, e cila e ka zgjedh vet, pa imponim të askujt, veç nga respekti, frika dhe nënshtrimi kaqë Allahut. Dhe nga ana tjetër i këshilloj edhe vajzat, që nëse kanë vendosur me vu shamin, absolut mos ta pyesin as babën as nanën. Kjo është një veprim që nuk kërkon miratim të babës as nanës. Edhe nëse ata i dhënohen, nuk quhet kjo mos respekti babës, nuk quhet. Edhe vendosë se nuk ka çka të bën baba, nuk ka çka të bën. Edhe nëse të rah, edhe ku e di çka, tash nuk duhet që t'ju nxiti që ta përdorni shtetin, ta përdorni policinë kundër prindërve tuaj, nuk du me thonë këta. Nuk du me thonë këta. Por një herë 2-3 e shet që baba e shet që je e vendosën. S'ka çka me bë. S'ka çka me bë sepse ka prindër që vajzat e tyre bëjnë amoralitet, ju vinë me frajerat e shtëpia. Frajeri merr te dera e borrit dhe s'ka çka me bë baba, vallahi edhe ty s'ka çka me bë. Veç ti je vendosur për hir të Zotit azza wa jall, kam ju zbut zemra babës, sepse baba dhe nana vallahi dojnë fëmijët e vet. O Zot përmirësoj këta prind. O Zot përmirësoj këta prind. Allahumma amin.